Po shikoja këto komentet. Wow, pse del me rroba banjo? Ti je një grua serioze. Edhe çfarë? Gra serioze nuk veshin rroba banjo. Gra serioze nuk kanë foto me rroba banjo. Harovat marrë xhupin edhe shallin në plazh. Po çu duhet ju e si vishem unë njerë? Çu duhet ju se si vishem unë? Unë kam Instagramin tim. Dhe bëj çfarë të dua në Instagramin tim. Ti nëse nuk do të më ndjekësh mua, ik, largohu. Shko tek Instagrami jot. Edhe diku shajnë këta burrat që janë tradhtar serial, që trajtojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe rinë në për profilet e vajzave dhe grave. Këta janë këta të ndershmit e mdhenj dhe më vjen keq që ka gra të cilat mundohen të gjejnë fjalë të ndryshme për të komentuar trupin e një gruaje tjetër ose a vishet a ç'vishet në plazh një grua tjetër. Dhe di pse bëjnë këtë që i shajnë, sepse kanë shpirtin e vogël. Dhe kur e kanë shpirtin e vogël kaq, edhe fjalët i kanë të vogla. Një grua që shan një grua tjetër nuk e lartëson figurën e saj, e zvoglon figurën e saj. Edhe duke qenë që jemi të gjërat, bëj çfarë të dua në Instagramin tim, për vajzat dhe gratë që më ndjekin, por për gjitha ju, por sidomos ju që shani poshtë e lartë, përdoreni këtë serumin nga Edis Biocare, sepse është i mrekullueshëm. Do ja u pastroj fytyrën, do ja u bëj xic. Okej, shpirti tuaj nuk ka ç'ti bëj, se pastron dot, por fytyrën aman do ja u bëj xic, do ta keni si prej porcelani. Kështu që rregulloni gjërat tuaja, mos u merrni me të tjerëve.